E keni menduar ndonjëherë miqtë e mi se si do të ishte pa prit pa kujtu, me ardhi kush edhe mi u thonë, urime sot jeni kryetari qytetit tuaj. Me të vërtet, do të ishte një situatë në cilën neve që se kemi përvuar këtë ndjenjë, do ta kishim vështirë të jepni një koment cili do qoftë ai. Por që ekziston një person i cili e ka provuar një ndjenjë të tillë. Është ky pensionisti Halit Berisha, i cili në kuadër të reportazhit Mbres do t'ju sjell këtë përjetim të tij shumë vite më parë. Haliti do të na sjellë edhe mbresa të tij të tjera, të cilat i takojnë të së kaluarës, ta zënë bashkëtesën ose më mirë të themi jetën në një familje të madhe, diku rreth 65 anëtar. Si ka qenë të jetosh në një familje aq të madhe? Nëse shikojmë krahasimin nga sot, në atëherë bie si dita me natën, por ai do të na sjellë edhe kujtime të tij të tjera që kanë të bëjnë me protestat e asaj kohe të cilat kanë qenë të mëdha, kanë qenë masive në gjithë Kosovën. Por natyrisht do të ketë edhe detaje dhe mbresa të tjera, kujtime të tjera, secili më interesant se tjetri që do t'ju tërheqin dhe do t'ju mbajnë për vete në 25 minutat e vazhdimit, në vazhdim, të cilat janë kushtuar këtij reportazhi. Pra është një hapësirë që i kemi dhënë mbresave të zotrit Halit Berisha. Shikues të reportazhit Mbres, kësaj radhe jemi në qytetin e Suharekës për të marrë mbresat e Halit Berishës. Është ky një njeri i cili është lindur, është rritur, është shkolluar, ka punuar, ka qenë kryetari i kësaj komune dhe është pensionuar në këtë komunë. Halit Berisha edhe më tutje vazhdon të jetë një veprimtar dhe një njeri i cili kryen punë vullnetare në të mirë të shoqërisë. Përmes mbresave të tij do të udhtojmë në kohë, në qytetin e Suharekës. Zotri Berisha, së pari mirë se gjetëm këtu në Suharek, edhe ne kemi dëgjuar për juve dhe mezi kemi prit më ardhmë të taku për me marrë mbresat e juaja. Fakt, jemi këtu për të realizuar këtë pjesë, mbresën e parë, në një ambient neutral, pasi që shtëpia ku ju jeni lindur dhe jeni rritur nuk ekziston më, apo jo? Ju mirë se keni ardhur. Edhe ju mirë pres. Edhe do t'ju tregoj se në shtëpinë në të cilën kam lindur aty nuk ekziston më, për arsye se në atë lokacionin afër shtëpisë aty u marru posta dhe e kanë prishat. Tash është një shtëpi e re, tash tjetër shtëpi është, nuk ekziston më e shtëpia. Megjithatë, nëse shtëpia nuk ekziston, tek ju ekzistojnë kujtimet për jetën që është bërë në atë shtëpi, në të cilën ju jeni lindë dhe jeni rritur dhe besoj që keni pas një fëmijëri shumë të këndshme dhe të shëndetshme mbi të gjitha. Po të flas për fëmijërinë time, unë kam jetuar në një familje në të cilën kemi qenë 65 anëtar në një bashkësi. Me thënë për fëmijërinë, kemi jetuar mirë, po kemi jetuar me skamje e sidomos me veshmati. Unë kam jetuar në Odë. Oda ka qenë e burrave, edhe jemi detyruar që tavolinës kemi pas gjatë kohës kur kam fillu mësimin në shkollë, po përmirës me ra edhe me bë detyrat. Ata kanë folë burrat në Odë, na e kemi bë detyrat në atë mënyrë, por kryesisht jeta ka qenë e tillë, masandaj kemi hongër bukur në sofër. Të gjithë ato, ma familje të mëdhaja, një sofër ka qenë për fëmijë, një sofër ka qenë për burrë, një sofër për gra dhe kështu me radhë, për me mujtë me një barkin bukë. Në një mënyrë, jeta ka qenë shumë ma mirë se sot, për mu. Për arsye se e para që shumë fëmijë të sotit, më kam nipa, mesa, të gjithë ata që i kam, ata pikës pari kanë probleme me ushqim.
E dyta kanë probleme me veshmbathje se kanë shumë me vesh, edhe kur nisin me shku shkollë, se s'kemi çka me vesh. Ajo është problemi më i madh. Se i kanë 4-5 a 10 parë thuja puma, patika të gjitha ato, unë nuk kam çka me vesh. E na me ato një palë të cilat kur ka ardhur Bajrami, jemi gëzu. Edhe gëzimi më i madh ka qenë që po vjen Bajrami i madh, Bajrami i vogël, po tash nxjerrshi kanë njerë, na bleshin tesha të reja, ai ka qenë gëzimi më i madh i jon. Por ka pas edhe fëmijë aty që ma peshkeq, që thëmë të na, që ka pas shky rrobat ma shpejt se sa të tjerët. Edhe për atë arsye, atina është detyru edhe një herë më ja ble për arsye. 2 Bajrama, 3. 2 Bajrama, 3. Mirë po, unë vetë nga natyra, nështë atë dhunti është, që gjithmonë ato rrobat që mi ka ble prindi, i kam rujtë mirë. Edhe jem kënaq me ato rrobat që mi ka ble. Unë jem kënaq. Sot, unë i kam një 4-5 parë, po me ato një palë kam qenë shumë i kënaqur, se sot që i kam 4-5 parë. Por unë e mojnë një sen vetëm, një çështje që cilë duhet ta them unë atë, në vitin 48-49, kur ka qenë një farë, ato teprisat i kanë qujtë serbisht o të kup, këtë teprisat e prodhime bujqësore, aty një vjet e gjysë, drejt me thonë kemi pas edhe probleme ushqimore. Por atëherë ishte ajo situatë as e tillë që ne nashta edhe një herë në 24 orë kemi marrë të i zi do farë qulla do zjatë. Por karakteristikë është që në vitin 49 kur ka arë pranvera, hitha nuk ka pas kërkune për ekë. Kemi mbledh hitha edhe kësi ufla, bim të jënë ufla që ashtu quën ato, kemi mbledh ato, në shpi kemi prum, ata e kanë marrë i kanë gëni hithat, kanë marrë i kanë gëni ato uflat, kanë qetë pak mild, kalamojt me të misrit, edhe pak mish, edhe kanë bërë si qullë, e kemi hongër ato. Por ne nuk kemi ditë se pikërisht që ato hitha ato kanë vitamina, edhe shëndetit kanë qenë shumë më mirë, se sa që sot që pihan që ato farë, me që si farë kekse atë gjitha të jenë ato. Aja është problemi më. Ato më me ndresa ma madhe ime ka qenë kjo. Po masane, o rregullu çështja edhe nuk kemi pas edhe probleme ushqimore. Pavarësisht këtyre problemeve, unë konsideroj që edhe këto probleme kanë ndikuar që ju të keni më shumë harmoni me njëri tjetër. Kur është çështja harmonisë atëherë edhe në të burra, po edhe te gratë, respekti ka qenë i madh. Kur ka ardhur zoti i shtëpisë na jemi qenë kom gjithë. Në sher respekti se ka ardhur i zoti i shtëpisë. Kur ka ardhur më i vjetri, na e kemi qenë. Çka ka ndodhur nëse nuk e qenë kom kur ka hyrë zoti i shtëpisë? Jo, nuk s'ka ndodhur absolutisht s'ka pas mundësi mos me ndodh se në edukim i tillë është kriju. Qef nga fëminia, nga ato 2-3 vjeçar, kur vjen ai më qenë kom. Absolutisht nuk ka mujtë me ndodhë që me ardhë aje dhe mësë më qënë kam të gjithë. Zotëri Berisha, unë të falenderoj shumë për këtë pjesë edhe tash nga këto rrëfime shumë të bukura nga shtëpia juaj ku jeni lindë dhe jeni rritë, doja të dija pakës edhe për shkollën ku ju e keni bërë, për shkollën fillore ndoshta edhe për ato që ju kujtohen nga shkolla fillore. A do të kishëm shkuar, ndoshta ekziston objekti ende? Po, objekti shkollës fillore ekziston. Unë i kam kry 4 klasë fillore në këtë shkollën e vjetër që kemi qujtë, ka qenë një katëshe, ka pas 2 dhoma të mësimit. Masane 4 klasë aty kam kry, në klasën e 5 në ndërtesë të reja që është ndërtu në vitin 1950. Do shkonim pra tash atje dhe të shohim nga afër se si duket ajo dhe... Si duket, kjo e sotmja nuk është ajo që ka qenë aty. Tash kanë bërë muze të arsimit. Kjo është ajo. Zotëri Berisha tashmë na ke sjell te mbresa e dytë, e cila lidhet me shkollën fillore dhe me objektin Trapanesh. Ku ju e keni kryer 4 vjet të shkollës fillore? Unë kam filluar shkollën me 1946. I kam pas 6 vjet, edhe gjenerata e parë kam qenë që me 6 vjet kam shku, të gjithë kolegët e klasës i kam pas më të moqëm se unë. Këtu kam kryer klasën e parë, klasën e dytë, klasën e tretë edhe klasën e katërt.
mas shumë që i bëjmë mend është klasa 4. Pa, si që njeriu është, po më dojmë rrit, ka kuptu shumë gjonat të tjetër, se veç në klasë parë mëjmë mend se në fletorës kemi pas, po kemi pas do tabela, të cilët kemi shkru me atë farë që si shkumë s'ka qenë, e fshishim e shkryshim e të gjithë ato. Mas edhe në klasë 2 kemi pas fletore, klasë 3 fletore, edhe në klasë 4. Në klasë 4 mëjmë mend mirë mësuesin Jusuf Kelmendi, ka qenë nga Peja, të cilët i kemi kry klasën e 4 me tonë. Mbresa e marë tyne, mas pari ajo sjellja tina, mas pari fjallët e tina, mas anë veshja tina. Të gjithë ato kanë qenë mbresa e parë të cilët unë kom pas të mësuesi se si duhet më sjell edhe si duhet më bërë. Me pat mësimin që kemi zhvillu, që kemi bërë atëherë, unë kam edhe ma të tje se atëherë për kunder mungesës së teksteve, për mungesës asaj, angazhimi tyne ka qenë shumë i madh për më mujtë na me fitu ditorit të reja të cilët i kemi pas të. Mas kam mbaru klasën e 4 këtu, kemi dalë në ndërtesën tjetër në tona ne, ajo në klasdetën, po në klasën e 5, 6 edhe 8, sidomos klasën e 7, unë e kam një mbresë që më kam në kujtim, kur në klasë kemi qenë aty, kur i kanë marrë arsimtar tanë të cilët gjoja se me atë regjimin e tyne kanë qenë politikisht apo përshtatshëm edhe i kanë qenë burë. Tash po e kuptoj se atëherë ndoshta nuk e mujtë më këtu sa duhet, qëllimi kryesor ka qenë vetëm me mbyll mësimin shqip. Mos më mësu shqip edhe mos më mësu shqip. Mirë po nuk e kanë dalë deri më sot. Pavarësisht për regjimit, dhunës, torturave, të gjitha që i ka bo. Ndaj arsimtarve, sot më kujtohet ato momente kur mësuesin e kanë marrë, arsimtarin e kanë marrë dhe kanë prek mësimit e kanë marrë dhe kanë burgosur. Ja kanë lidhur durët. Edhe si ka qenë për juve si fëmijë, ndjenja? Po ndjenja jonë ka qenë trauma. Ndjenja, s'po di qysh me shpjegu ato në atë kohë, atine, si fëmijë. Ka qenë e tmerrshme. Kush mundet me marrë mësuesin për klasës, me ja lidhur durët edhe me çuar durët. Zotri Halit, tashmë jemi këtu para objektit të komunës së Suharekës, një objekt i cili ka një lidhshmëri shumë interesante me juve edhe vitin 1989. Apo ma tregon mënyrën se si e zgjedh kryetar që nuk e ke pas idenë që mund të jesh në një pozicion të tillë? Pa 23 maj të 89-s, rastësisht, ne më kanë thirrë në Komitetin Komunal atëherë të Lidhjes Komuniste, edhe ma kanë komuniku se nesër ty kemi me zgjedh kryetari komunës Suharekës. Për mu ka qenë një farë senzacioni, shka jeni ty bo? Aty në ta e kom pyet. Pash unë asë si kom konkuru, asë si duhet me bo. Ti nesër me ardhë në kuvendin e komunës, do të më lidhen ato 3 dhomat kanë qenë atëherë, edhe ty kemi me zgjedh kryetar komunës. Me 24 maj, 1989. Mirë po ajo, shka ishte edhe ma e rëndësishme atë ditë. Për para kanë qenë ato kërbo kryetari janë bo do farë zjafetës edhe atë dite. Jo tha, më njëherë tash, në salën e Shtëpisë së Kulturës ishin të bu punëtor të sipërmarrjes ndërtimore 19 nëndori, e cila kishte falimentu me 2 prill të vitit 1989, edhe ata i kërkoshin të drejtat e veta. E tash ballafaqimi i parë shumë sfidues. Para ka qenë sfida më e madhe e jemi aty, por ditën e parë 2 orë pas zgjedhjes kryetar. 2 orë më njëherë, marrë ja 2 orë asas 1 orë e gjysmë mas zgjedhjes drejt shkollën e Sallën, ku ishin të bu afër 250 punëtorë më tepër. Masane ka qenë me 28 janar të vitit 1990. Në 3 vende ishin të bu popullata protesta,
raportin mëngjesit kur e kam qenë në Prishtinë, se në Suarek, në 3 punkte të quajmë këtu kushtimisht, janë diku ka 15.000 qytetarë të cilët nuk po pajtohen me ndërimet kushtetare dhe po bëjnë protesta. Në zyrë, kur merr një asi prej aty oficerëve të policisë i radha së bashkuar të Jugosllavisë, ato shem ka thonë si harrot. Komunikimi ka qenë serbisht. Edhe serbishtën e di mirë, amon ç'është mund me mhek prej aty. Edhe unë kom dalë, më thanë po vi, kom shku në mes të turmës. Mramand Andresa ka prit të jo në turm, po kone, edhe në turm kam thonë çka po doni. E ishte edhe një farë eufori qytetar atëre, unë e kam kuptu kështu, me do letra me qunë televizor, se televizori çdo mbrëmje komunikonte se kërkesat e qytetarëve të NN fshatrave, vend banime të gjitha kërkojnë këte, për me atë letrën. Edhe atë letrën ja kom dhënë një gazetarit. Thash ti që to më jashtru më një në Prishtinë, ato tjera tash janë punë për mu. Ju, tha na nuk dalim malit, se ata këshin thonë urdhën malit me dalë, me fshatin Sopin këtu është jashta, ata këshin thonë vetëm rrugës kryesore që është Prishtinë për Izrael. Edhe unë, a vini me mu, unë me ju pri rrugës, tha vim me ty. Kom dalë prej turmës, edhe drejt kom dalë të ai polisi, ai oficeri i policisë, thash ata vin me mu, vetëm ti me i largu. Polisi ka qenë të dera e 2 të shkollës fillore, edhe të balkonja. I ka me atë fara telefonet e vetë, i ka largu. Edhe aty ne kom pri deri në, po mendoj të balkon. Ata kanë shku nëllë. Mirë po fat keqësia ma madhe atje nëllë, kishë ndodhë ma vone kam kuptu une, se prej fshatrave gjinose atje kanë ardhë qytetar tjerë. Edhe këtyne ka thënë ku po ikni. Mi pa ata kanë ngellat. Kam shku te rasti kësaj reshtonit. Amon, ata kanë marrë urdhën me u vra. Edhe mu kanë më vra, po unë po i lusë me u largu për sot për me shku atje. Mi po në ndërkohë dikum ka vra 4, nuk e di qysh, veç është vra me litë kryziu. Ajo vra prej posa vjetër tash nuk ekziston më të aty, prej posët me snajper vra. E në rrugën e Resionit, atë ditë janë plagos një numër i madh qytetarëve se policia ka qenë ku ka mujt ato. Këta të gjithë që kanë qenë në rrugën e Resionit janë shëru diku tjetër, a me liti është vra, edhe mas litit e 2 është voros. Kjo ka qenë ajo dita më e rëndë për mu, si kryetar komunës. Zotri Berisha, sa ka qenë sfiduese gjithë kjo situatë, sepse ka qenë një periudhë shumë e vështirë dhe sistemi atëhershëm ka qenë shumë i vështirë. Sa ka qenë sfiduese për juve si kryetari i komunës edhe një shqiptar? Gjatë tanë kohës, mas 2 korrikut, edhe 7 shtatorit kam vepru si mas deklaratës kushtetuse edhe 7 shtatorit. Bile, janë do artikuj Serbisë, njonin veç për përmendin, se të jatë. Njonin për përmendin thot se rrugova diktira serbisht, thot, Berisha beqatira, rrugova dikton, Berisha unë, to e kom ato që mund kanë thonë që unë pikry punë të gjitha si mas kushtetutës Kaçanikut e jo si mas ligjeve Serbisë. Zotri Berisha, falenderit shumë që po udhtojmë në kohë edhe përmes mbresave tuaja, edhe ne gjeneratat e reja, pa arrim të kuptojmë se sa sfiduese ka qenë jeta për juve. Unë tani do të vazhdoja të një mbres tjetër, për të cilën tha që lidhet me luftën e fundit në Kosovë. Zotri Berisha na keni sjell këtu te ky lapidar i viktimave civile të komunës së Suharekës. Pse na sollët këtu? Çfarë mbresa do të ndash me neve nga ky vend? Unë kam jetu te shtëpia Tezës, parasysh se shtëpinë kam mbrapa komunës, nuk kam mujt me qëndru aty, kur ka ardhur 6 policë serb, e njëri prej tyne ka qenë Siniša Andrejević, dhe nonën edhe babën e tyne njoht, bukvarisht ka thonë në gjuhën serbishte se plak, thot për 15 minuta me u bë gati edhe me shku për Shqipni. Unë i kom thënë, është vendimi yt, është vendimi më lartë atje, ai shkurt edhe prem, ka thonë që
ti me gjithë krejt këta për 15 minuta për Shqipni edhe mo këtë tokë s'kime pa kur. Pa ata kanë qenë të armatosun e na kemi qenë me dur në gjepa. Edhe për mu, si kry familjarë atyne, më kanë kaplu djersët. Se qka do të bëhet me këta familjarë të cilët i kam këtu, se një pjesë të tyne, këm pas edhe në uqë kanë qenë, 2 djemë, edhe të tjerët që kanë qenë aty, qka do të bëjnë. A dhe ditë, është 21 maj, prej Suarekës kemi dalë diku mbi 5.000 vetë. Ata që kanë pas transport kemi shku më njëherë, ata që nuk kanë pas transport, 2 kamiona, 3 kamiona edhe 2 autobusa i kanë qu deri të Zhuri, edhe në Zhurë e të atje kanë shku kom. Ka qenë një ndjenë nuk e di shpirtërore se ku unë do t'i qoj këta familjarë, edhe ku do të shkon këj popull, edhe qka e pret. Po e ma keqja konë, kur jemi fillu me mënis për këtujit, që t'i ka një 300 metra për këtujit, kur një Serb, po bërtet, ku pe leni me shku Halit Berisha, kryetarin e komunës. Mi po do tjerë Serb aty, nuk e kanë nuk veshin, edhe na kemi vazhdu rrugën për Prizren. Këtu e nis diku ka ora 11 e diçka ditës, kemi mri në Kufi në orën 2, edhe në Kuks kemi qenë në orën 4. Ajo ka qenë, qka do të bëj? Unë atë not, as që këmë mujtë me fjetë, as që këmë mujtë me thonë, qka do të bëhet me këta familjarë të mitë të cilët, a do të mund të kthehemi ajo. Megjithatë, fjala e atij Serbit që ju nuk do të ktheheni kur më në tokën tuaj, nuk qëndroi dhe ai shkoi, ju erdhët këtu dhe po gëzoni lirinë edhe u kthyet nga Shqipëria. Na u kthym, e gjetëm, erdhëm në tokën tonë, gjetëm shtëpi të djeguna, gjetëm vorreza, të cilat nuk dinim kush, ku edhe kush është gjallë, edhe ja fillum punës edhe jetës këtu, një për mi gjetë ata të cilat na mungojnë neve. Edhe në të vorreze janë identifiku, por në komunë Suarekës janë edhe 121 persona të cilët nuk janë si konsiderohen si persona të zhukë. Jeta është një rrugtim i gjatë dhe përjetimet gjatë këtij rrugtimi janë të shumta. Megjithatë, janë vetëm disa nga ngjarjet të cilat i përjetojmë dhe që mbesin gjurmë të pashlyeshme në kujtesën tonë. Edhe pse mund të duket shumë personale, rrëfimi i tyre është shpeshherë dokumentimi më i mirë i së kaluarës dhe mënyrës së jetesës dikur.